Përshëndetje miq, një video e shkurtër mbi librin Broken Money të autores Lyn Alden. Një libër që e kam përkthyer në gjuhën shqipe me titullin Paratë të prishura. Pse vendosa të përkthej pikërisht këtë libër? Sepse historia e paras, për cilën libri flet, është edhe një histori e njerëzimit. Dhe paraja është thelbi i çdo ekonomie. Dhe shumë persona akoma kanë vështirësi të kuptojnë se si paraja në realitet funksionon. Autorja, Lyn Alden, e shpjegon me shumë thjeshtësi se çfarë ka shkuar keq me sistemin monetar, sistemet monetar të kaluarës, por edhe sistemin monetar modern. Dhe unë desha që edhe publiku shqiptar të ketë në gjuhën shqipe një analizë të thellë dhe të kuptueshme të kësaj teme. Pse besoj që është i rëndësishëm për çdo lexues, sepse ndihmon të kuptosh pse paratë humbin vlerën, pse çmimet rriten, pse kursimet e mia vlen gjithmonë më pak. Të mësojmë si ka evoluar paraja nga ari deri tek dollari e deri tek monedat digjitale që kemi sot. Pra të jep një kuptim të qartë për çfarë do të thotë një kuptim dhe një ndjesi do të thoja se çfarë është pasuria reale përtej vlerave nominale. Pse tani? Sepse jetojmë në një epokë inflacionit të qëndrueshëm, ku borxhet publike janë në nivelet më të larta dhe paraja zhvlerësohet me ritme të shpejta. Pra, sa më mirë dhe sa më shpejt ta kuptosh këtë fenomen, aq më të zgjuara do jenë vendimet për të mbrojtur kursimet dhe investimet tuaja. Pra, Broken Money nuk është vetëm një libër për ekonomistët, por është një libër për çdo njeri që do të kuptoj botën ku jetojmë dhe do të mbrojë vlerën e punës së vet. Pra, lexoje, kuptoje dhe bëhu njeri financiarisht i lirë.